çka ju frymëzoi të vazhdoni në për teologji dhe të diplomoni në këtë fushë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Frymëzimin e parë e kam pas, domethënë këta e kam pas qef prej kur kam qenë i vogël. Arsyeja ka qenë Molla Jakupi, sepse e kemi edhe të familjes, e kemi dashur shumë prej vogël, na ka sjell shumë mirë, dhe pastaj tu u rrit edhe të e pa punën e tij çka ka bën, njerëzit tu fol për ta, edhe thojsha adhonit, jo të bëjmë si hoxha, se kur u bona i madhe kuptova se s'në bona si hoxha, po e nisa një herë për çashta, po inshallah bërëm pak bona si hoxha. Kjo ka qenë arsyeja se unë kam vazhduar teologjinë edhe pse e kam nisë këtë punë. Indjere Jakub Asipi ka qenë vërtet shembull dhe do vazhdoj të mbese gjithmonë një nga figurat më të vlefshme për neve. Dhe unë uroj që ju të ndjekni hapat e tij pse jo, dhe të jeni shembull i ardhshëm njëjtë sikur ai. Ndërsa për Jolmina, çka është ju? Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëvërësit. Fillimisht desha t'ju falenderoj për ftesën të cilën na keni bërë. Është nder dhe kënaqësi që sot jemi këtu në televizionin tuaj. Se i përket pyetjes që ju e bët se çfarë më shtiu mua që të vazhdoj të kësaj rruge, padyshim që është një dëshirë e kahmoqme dhe kjo fillon prej në fëmijëri. Ndonjëherë kur pyet veten se pse, ndonjëherë edhe vetë nuk mund ta gjesh përgjigjen e kësaj pyetje. Ndoshta mund të jetë një frymëzim nga ana Allahu xhaleshanuhu, mirë po që nga e vogël ku hapat e para fillova në këtë drejtim në xhami. Pra atje tek hoxhallarët e fshatit i shihja si një shembull, si njerëz të cilët duhet ndiqen për shkak të vlerave dhe mirësive të cilat ata i përhapshin. Dhe prej atëherë sikur filloi që të më hi në qef ky profesion. Dhe shifsha kur mualimi shpjegonte, tregonte për fen islame, sikur ndjeja një ndjenjë shumë të veçantë. Më pas edhe motra ime vazhdoi medresen, edhe njëjtë ishte një frymëzim, shihja se si ajo kalonte atje. Dhe kështu edhe vendosëm që t'i him kësaj rruge, por elhamdulillah ja kemi pa hajrin.